3 persona janë përfshirë në një sherrë në zonën e Alidemit tek zyrat elektorale të Partisë Social-Demokrate. Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 14 në ambientet e zyrës elektorale, ku sipas bluve të kryeqytetit është dëmtuar me sende të forta xhami i zyrës elektorale. Gjithashtu, janë gjetur në vendin e ngjarjes 2 fishek. Sipas burimeve, një i ri është zënë me një tjetër person në zonën e Alidemit dhe më pas ka shkuar në banesë pas pak çastesh, bashkë me të atin e identifikuar si Arjan Telallari, janë kthyer te lokali për të gjetur të riun. Pasi kanë kontrolluar, kanë parë që i riu ndodhej në zyrat e PSD-s. Sipas burimeve, Telallari ka qenë i armatosur dhe i kanë rënë fishekët e vaplasur në tokë gjatë sherrit, ndërsa arma nuk është shkrepur. Lidhur me këtë ngjarje, janë shpallur në kërkim 2 persona babë e birë. Mësohet se bëhet fjalë për shtetasit Arjan Telallari dhe djalin e tij. I biri mësohet se ka pasur një konflikt me persona që qëndrojnë pranë kësaj zyre elektorale. Përmes një reagimi zyrtar, Partia Social-Demokrate thekson se ngjarja nuk ka lidhje me zyrën elektorale apo aktivitetet e PSD-s dhe se asnjë nga anëtarët apo simpatizantët nuk ka qenë i përfshirë në konflikt.